A e mbani mend historinë e çiftit që u paralajmëruan të mos kishin fëmijë sepse të dy vuanin nga nanizmi? E po duhet i shihni tani dhe si u transformua jeta e tyre në vitet që pasuan. Charlie dhe Colin Morgan të dy vuanin nga nanizmi. Ata ishin shumë të shkurtër se personi mesatar dhe si të tillë kishin sfidat e tyre në jetë. Gjërat nuk ishin të lehta për Charlie dhe Colin, por ata kur nuk lejuan që këto pengesa t'i dekurajonin apo t'i përcaktonin. Ata nuk mund ta mohonin gjendjen e tyre, vetëm ta pranonin dhe të jetonin me të, dhe kjo është ajo që bën. Të dy u takuan në një bar që frekuentonin. Takimi i tyre ishte krejt i rastësishëm, por ata u lidhen me një herë dhe shpejt u bën të pandar. Ata ndanin një lidhje të ngushtë dhe intensive për shkak të nanizmit të tyre, duke pranuar staturën e tyre unike me krenari dhe hieshi. Shpejt u martuan dhe filluan jetën e tyre të lumtur së bashku. Pasi gjetën një shtëpi të bukur, të dy vendosën se donin të krijonin një familje, ashtu siç do të bënin çiftet e zakonshme, dhe kështu vepruan. Gjatë 4 viteve të ardhshme, ata u bekuan jo me një, por me 2 fëmijë të bukur, Tuli dhe Tilpa, dhe ashtu si prindërit e tyre, këto 2 foshnjë gjithashtu vuanin nga nanizmi. Shtatzania e Charlit u monitorua nga afër për të 2 fëmijët dhe mjekët mbajtën një vëmendje të madhe për të parë se si po ecnin gjërat. Për fat të mirë, si Tuli ashtu dhe Tilba lindën pas një ndërlikim. Por ndërsa familja e tyre filloi të lulëzonte dhe të vendose në rutinën e tyre si një kuartet nanist, Charlie zbuloi se po mbante përsëri një jetë e re të çmuar brenda saj. Kjo nuk ishte e papritur, por një surprizë e gëzueshme që mbushi zemrat e Charlie dhe Kulen me pritshmëri dhe gëzim. Megjithatë, së bashku me lumturinë, erdhi një ndjenjë shqetësimi, pasi kishin mësuar nga mjekët se ky fëmijë i tretë mund të mbante një formë më të rrallë të nanizmit, një që mund të ishte fatale gjatë lindjes. Që nga momenti i parë kur u zbulua shtatzania, mjekët ishin të shqetësuar për jetën e Charlit dhe mirëqenien e fëmijës së saj të palindur. Ata kishin vënë re diçka të çuditshme dhe të pazakontë që nuk e kishin parë në 2 shtatzanitë e para. Problemi kryesor vinte nga fakti se Charlie dhe Colin vuanin nga 2 lloje të ndryshme të nanizmit, përkatësisht akondroplazia dhe displazia akromeikrike. Vajzat e tyre, Tilba, kishte trashëguar gjendjen e nënës, ndërsa Tuli, i lindur i dyti, gjante më të njëjtën lloj nanizmi si babai. Të 2 fëmijët kishin qenë me fat që kishin trashëguar vetëm një gjendje të mutuar nga secili prind. Por, sipas mjekëve, kishte një shans 1 në 4 që ky fëmijë i tretë mund të përfundonte me të 2 gjenet, dhe ky kombinim do të rezultonte fatal gjatë lindjes. Kështu, pavarësisht entuziazmit të Charlie dhe Colin për të pasur një fëmijë të ri, mjekët këshilluan kundër vazhdimit të shtatzanisë. Ata kishin frikë nga rreziqet që vinin me këtë rrethanë unike dhe ofruan rrugë alternative. Charlie dhe Colin nuk përballën me një vendim të vështirë. A duhet të dëgjonin këshillën e mjekëve dhe të ndërprisnin shtatzanin, apo duhet të vazhdonin dhe të shpresonin se gjithçka do të shkonte mirë. Pas shumë shqyrtimesh të thella, ata vendosën të vazhdonin me shtatzanin. Asnjëri prej tyre nuk ishte fetar, por shpresonin se ndonjë fuqi më e lartë do të siguronte që fëmia të lindte dhe të mbijetonte. Mjekët ishin skeptik për vendimin e tyre, por u siguruan prindërve se do të ofronin mbështetjen e tyre të plotë. Vlen të përmendet se ky nuk ishte një vendim i lehtë për asnjërin nga Charlie apo Colin. Ata e dinin se rreziqet ishin të larta dhe mundësia e vdekjes ishte e pranishme, një fakt i pashmangshëm, por nëse dikush mund ta bënte, ajo ishte Charlie. Ajo kishte triumfuar mbi nanizmin e saj, kështu që mund të kalonte edhe këtë. Me çdo ditë që kalonte, barku i nënës së ardhshme rritej dhe dashuria në shtëpinë e tyre modeste bëhej më e fortë. Asgjë nuk dukej e pazakontë për të, dhe kjo shtatzani ndjej identike me 2 të parat që kishte kaluar. Ndërkohë në spital kishte një përzierje të barabartë shqetësimi dhe kurioziteti. Mjekët dhe specialistët nga larg filluan të vinin re historinë e jashtëzakonshme të Charlit dhe dëshironin të studionin dhe të mësonin nga kjo gjendje e rrallë. Por më tepër, fëmia duhet të monitorohej nga afër që do të thoshte se javët e Charlit ishin të mbushura me kontrolle dhe skanime. Ishte një bezdi, por nëse do të thoshte që ajo dhe fëmia i saj do të ishte i sigurt, atëherë ja vlente. Më në fund, dita shumë pritur e lindjes mbërriti. Mjekët të cilët atëherë ishin relativisht të kënaqur me përparimin e shtatzanisë, vendosën të nxitnin lindjen për të përfunduar shtatzanin.
Por lindja ishte intensive dhe vetë procesi lindjes ishte i vështirë dhe i dhimbshëm. Trupi dhe shpirti i saj u shtyn deri në kufi, por ajo luftoi dhe gjatë gjithë kohës Colin ishte aty, duke i mbajtur dorën dhe duke i përshpëritur fjalën kurajuese në vesh. Më në fund fëmia lindi, por dhoma ishte e heshtur, nuk ishte të qara apo zhurma që vinin nga ai. Charlie dhe Colin, të stresuar, u përpoqën të shihnin çfarë po ndodhte, por nuk mund të shihnin pas murit të profesionistëve mjekësor që po observonin fëmijët. Mjekët filluan të punonin duke qepur Charlin, por ajo ende ishte më interesuar për gjendjen e fëmijës së saj. Ende heshtje, derisa më në fund erdhi një britmë e vogël, por e fuqishme. Ulërimat e të përsalindurit shpuan ajrin dhe ndërsa shumë vetë mund të kishin gjetur zërin irritues, kjo ngriti zemrat e Charlie dhe Colin. Fëmia kishte mbijetuar lindjen, pamja e tij fizike duke e papajtueshme me të dy llojet e nanizmit, por mjekët do të duhet të bënin shumë teste dhe kontrolle shëndetësore para se të ishin të kënaqur të ja kthinin nënës. Për të gjëja më rëndësishme ishte që djali i saj ishte gjallë dhe po merrte frym. Kjo ishte 90% e betejës e fituar për ta. Më në fund mjekët ishin mjaft të kënaqur për t'i argëzuar fëmijën, e cila tani ndodhej në dhomën e rikuperimit duke u shëruar nga lindja. Ajo kishte dhimbje dhe dridhe sa herë lëvizte, por sa po mori në duar fëmijët e saj të përsalindur, asgjë nga këto nuk kishte rëndësi. Lotët e gëzimit rodhën në faqen e Charlit, ndërsa mbante në krah të përsalindurin. Zemra e saj ishte mbushur me një dashuri dhe mirënjohje të pamas. Mjekët ende nuk mund t'i tregonin nëse ai kishte trashëguar llojin e nanizmit të saj apo të burrit, por në atë moment ajo nuk i kushtoi rëndësi fare. Ai ishte thjesht i përsosur dhe ajo nuk mund të ishte më e lumtur. Mjekët i thanë Charlie dhe Colin se rezultatet e testeve do të ishin gati në fund të ditës. Fëmia kishte një shans 50% për të trashëguar gjenin e nanizmit nga prindërit, por ata ende po pyesnin veten nëse do të ngjante me nënën apo baban. Por kur mjekët u kthyen në dhomën e Charlit me rezultatet, ata ishin thjesht të habitur, diçka krejtësisht e papritur kishte ndodhur. Jo vetëm që fëmia Rip kishte mbijetuar lindjen, por kundër të gjitha ngjasave, ai nuk vuante nga asnjë lloj nanizmi. Ishte një mrekulli e vërtet, pasi askush nuk priste që çifti të mund të lindte një djalë me përmasa normale. Ishte sikur gjeni i nanizmit e kishte anashkaluar plotësisht atë dhe ai kishte mbetur i paprekur nga gjendja. Mundësia e këtij eventi të mrekullueshëm ishte vetëm 25%, por djali i vogël e kishte kapur atë me të dy duart. Zbulimi sigurisht që i gëzoi nënën dhe babain në Rip dhe motrat e tij ishin të dyja të entuziazmuara për idenë të pasurit një vëllat të vogël me përmasa të plota. Rip u studiua nga afër nga të gjithë mjekët dhe profesionistët mjekësor për vitet e para të jetës së tij, dhe edhe ata ishin të habitur nga fakti që ai dukej se ishte plotësisht i paprekur nga gjeni i nanizmit që rrjedh kaq fort në familjen e tij. Ishte një mister mjekësor, por mrekullia më e manitshme që dikush mund të kishte shpresuar. Dhe në fund të ditës, askush nuk ishte më krenar për Rip se Charlie dhe Colin. Djali i tyre ishte në shumë mënyra dikush vërtet i veçantë dhe unik, vetëm në një mënyrë të ndryshme nga ajo që ti apo unë mund të presim. Në fakt, ajo që e bënte Ripin kaq të veçantë ishte se krahasuar me shumicën e njerëzve të tjerë, ai vërtet nuk ishte as pak i veçantë. Askush nuk e shikonte dhe nuk e gjykonte për madhësinë e tij. Askush nuk e ngacmonte apo e bullizonte. Ai ishte thjesht jashtëzakonisht i zakonshëm, dhe Charlie dhe Colin nuk mund të ishin më të lumtur. E po tani është radha juaj. Çfarë menduat për këtë histori të pabesueshme? A keni dëgjuar ndonjëherë për njerëz me nanizëm që lindin një fëmijë me përmasa normale dhe a prisnin një kthes të tillë në këtë histori të shkurtër? Si gjithmonë, na pëlqen të dëgjojmë nga ju. Prandaj sigurohuni të lini mendime dhe opinionet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë.